Viti 2026 pritet të jetë vendimtar në procesin gjyqësor në Hag të 4 qes të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në deklarimet e fundit thuhet se kjo gjykat, nga data 9 deri më 18 shkurt, ka caktuar fjalën përfundimtare. Gazeta Bota Sot ka kontaktuar gjykatën dhe ka pyetur nëse ka ndonjë datë të caktuar se kur do të mbahet seanca përfundimtare ndaj Thaçit dhe të tjerëve, dhe në përgjigjen e tyre thuhet se nuk ka ende ndonjë datë përfundimtare. Ndërsa pas mbylljes së çështjes gjyqësore, vendimi mund të merret pas 90 ditëve ose të vazhdojë edhe 60 ditë të tjera. Aktualisht nuk është caktuar asnjë datë për shqiptimin e aktgjykimit në çështjen e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Trupi gjykues ka në dispozicion 90 ditë për marrjen e vendimit pas mbylljes së çështjes gjyqësore. Ky afat mund të zgjatet për 60 ditë nëse rrethanat e çështjes kërkojnë zgjatje të mëtejshme të tij, thot Angela Grip nga gjykata speciale. Të pyetur nëse do të ketë një datë të përbashkët vendimi për të katërt të akuzuarit, nga gjykata thonë se vendimi do të merret veçazi për secilin, ndërsa vendimi do të kumtohet në të njëjtën ditë. Trupi gjykues vendos veçmasi për secilin të akuzuar nëse prokuroria mund të vërtetojë fajësinë e tyre, jashtë dyshimit të arsyeshëm, dhe do të marrë një vendim për secilin të akuzuar veçazi. Sipas praktikës së zakonshme, trupi gjykues do të shqiptojë aktgjykimin për të katërt të akuzuarit në të njëjtën kohë dhe vendimet do të përfshihen në një dokument, thuhet në përgjigjen për Bota Sot. Përndryshe, Hashim Thaçi së bashku me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin u arrestuan në nëntor 2020 nga zyra e prokurorit të specializuar të gjykatës speciale në Hag. Të gjithë u transferuan në burgun e Hagës në Holand, ku filluan procedurat e akuzave për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që pretendohen të jenë kryer gjatë luftës së Kosovës në vitet 98-99.